në situata të tilla, pra konstrukte që në impulsivitet e sipër, në arrogancë e sipër, bëjnë sjellje të tilla me karakter dhënues edhe deri tek krimi realisht i caktuar. Pra janë faktorë shumë kompleks, janë faktorë të ndryshëm, patjetër gjendjet mentale, në format e diagnozave dhe çrregullimeve të ndryshme, zakonisht në moshat e hershme dhe në moshat e adoleshencës është shumë prezente çrregullimi i sjelljes, pra një sjellje delikuente, çrregullimi i sjelljes që më vonë cilësohet si një çrregullim i personalitetit antisocial. Pra këta persona janë persona që zakonisht nuk i binden rregullave, nuk i binden ligjeve, tentojnë me imponu një lloj dominancë në rrethet e tyre sociale ose shkollore dhe janë të gatshëm shumë lehtësisht të reagojnë në çfarëdo lloj momenti që mendojnë se po ju cënohet ajo krenaria e tyre ose hapësira e tyre realisht operimit si personalitet ose si individ dhe kryejnë veprime të tilla domethënë kriminale. Nganjëherë po mund të ketë çrregullime tjera që kanë bëjnë domethënë me pjesën e çrregullimit është cilësohet një diagnozë çrregullimi të qenit opozitarist, kundërshtues, domethënë jemi mësuar të kundërshtojmë non-stop. Realisht mund të ketë çrregullime tjera psikotike ku personi ka lënë nëpër epizode që janë shkëputje nga mundësia me gjyku në formë të drejtë realitetin dhe ato në momentin të shkputjeve mund të bëjnë realisht krime të caktuara. Por situata e rastit të 19 vjeçarit nuk duket e tillë, pra duket më shumë një situatë që ka shpërthyer në një afekt, pra më shumë si rezultat i asaj pjesës së çrregullimit të sjelljes ku personi nuk ka të mësuar mënyrën qysh me duru dhe qysh me u frenu në sjelljet e tij agresive dhe kriminale.